Tu kemi të bëjmë me variacionin e funksionit racional thyesor të gradës së parë. Bashkësia e përcaktimit, po marrim këtë shembull, është x minus 3 i ndryshëm nga 0, x i ndryshëm nga 3, pra x nga r minus 3. Nga r minus 3. Ky funksion nuk është as qift as tek f e minus x-it, këtu është i barabartë me minus 2x përmbi minus x minus 3 baraz me 2x përmbi x plus 3 është ndryshme nga f e x-it dhe nga f e minus x-it. Pra nuk është as qift, as tek, as periodik. Po marrim derivatin e parë. Derivati i thyesës fx përmbi gx, derivati i 2x-it her x minus 3, minus derivati x minus 3-shit her 2x, përmbi x minus 3 e gjitha në katror, baraz me 2x minus 6 minus 2x përmbi x minus 3 në katror. Y' primi del minus 6 përmbi x minus 3 e gjitha në katror. Ky është negativ, sepse këtu x minus 3 që është në katror është pozitiv, lart është negativ, numërusi, pra ky derivat është gjithmonë negativ në fushën e tij të përcaktimit, që kemi x-e të ndryshëm nga 3, minus infinit plus infinit dhe zbritës është zbritës për x-e nga minus infiniti në 3 bashkuar nga 3-shi në plus infinit. Gjejmë derivatin e dytë për të studiuar përkullshmërinë, vëm minus 6 këtu. Atëherë kemi 1 mbi g minus g primi që kemi 2 her x minus 3 në fuqit parë, her derivati i x minus 3-shit, që është 1, përmbi g në katror x minus 3 në fuqit të katërt, baraz me 12 x minus 3 përmbi x minus 3 në fuqit të katërt. Ne këtë mund të thjeshtojmë, por mund të lëmë pozitiv emrusin dhe marrim vetëm x minus 3-shin e studiojmë, baraz me 0, x-i baraz me 3. Dhe po i vë të dyja këtu dhe derivatin e parë edhe derivatin e dytë, meqense këtu tabela është shumë e thjeshtë. Te 3-shi, minus infinit plus infinit, derivati i parë ishte negativ, kjo pozitiv negative, me që është binomi gradës së parë, këtu është i pa përcaktuar, zbritës dhe i myst, zbritës dhe i lugët. Atëherë këtu po e lëm tabelën përfundimtare, limiti kur x i shkon në plus minus infinit, merret 2x përmbi x baraz me 2. Pra 2 këtu, 2 këtu. Kjo tregon që y baraz me 2 është asimptot horizontale dhe x-i baraz me 3 është asimptot vertikale. Po të marrim limitet kur x-i shkon në 3 me minus e 2x përmbi x minus 3 del 2 her 3 6 përmbi 0 me minus del minus infinit. Dhe limiti kur x i shkon në 3 me plus del
2x përmbi x minus 3, 6 përmbi x-in e kemi më të madh se 3, vete 0 me plus infinit. Pra, x baraz me 3 është asimptot vertikale. Pikat e prerjes me boshtit, x i baraz me 0, y baraz me 0. Pra, pika 0, 0. Tabelën nuk ka nevojë që të bëjmë tjetër, këtu shkonde në minus infinit, këtu në plus infinit. Atëre për të ndërtuar grafikun e këtij funksioni, ne duhet të ndërtojmë njerë asimptotat, sepse ato na ndihmojnë për grafikun e funksionit. X i baraz me 3 është asimptot vertikale dhe y i baraz me 2, 2 këtu, 3. Është asimptot horizontale, y i baraz me 2. Tani ky grafik kalon dhe nga 0-a. 0, 0. Dhe kemi vjen nga 2-shi, x nga minus infiniti, dhe shkon në minus infinit të asimptota vertikale. Kalon të 0-a dhe grafiku është ky. Pastaj vjen nga plus infiniti dhe shkon tek 2-shi. Ja, këtu të dyja asimptotat neve na ndihmojnë. Ky është grafiku i këtij funksioni. Po marrim një funksion tjetër. Y baraz me x minus 3 përmbi 4x. Bashkësia e përcaktimit, x i ndryshëm nga 0, do me thënë x i nga r me yll. Është e qartë që x baraz me 0 është asimptot vertikale, që këtu e themi. Ky funksion nuk është as çift as tek, po të bëjmë veprimet, as periodik, atëherë gjejmë derivatin e parë të këtij funksioni. Y' baraz derivati i x minus 3-shit është 1 herë 4x, minus derivati i 4x-it është 4 herë x minus 3 përmbi 4x në katror. 4x minus 4x plus 12 përmbi 16x në katror. Derivati i parë këtu na delë pozitiv 16x në katror. Ky është gjithmonë më i madh se 0 dhe ky funksion është rritës në fushën e tij të përcaktimit. Po gjejmë derivatin e dytë dhe po bëjmë tabelën. Derivati i dytë 12 e 16 apo e vë këtu përpara, minus 2x përmbi x në të 4. E barazoj me 0 dhe studioj shenjën. Minus 2x i baraz me 0, x i baraz me 0. Atëre kemi x i, y primi, y sekond, y. Kemi gjetur vetëm një pikë 0, që është edhe pikë këputje, edhe ku ndryshojnë shenjën derivati i dytë. Derivati i parë ishte gjithmonë pozitiv. Derivati i dytë këtej ka shenjën minus, këtej ka shenjën plus. Atëre, rritës dhe i lugët dhe rritës dhe i myst. Në këta dy shembuj ne vëmë re që ky derivati i parë do jetë o pozitiv ose negativ, do me thënë janë gjithmonë rritës ose janë gjithmonë zbritës dhe pika e këputjes aty na ndryshon dhe përkulshmëria e funksionit. Ky ka asimptot vertikale, tham x i baraz me
0, marim limitin kur x i shkon në 0 me minus x minus 3 përmbi 4x-it, del minus 3 përmbi 0 me minus plus infinit, dhe limiti kur x i shkon në 0 me plus, i x minus 3 përmbi 4x-it, baraz me minus 3 përmbi 0 me plus, baraz me minus infinit. Atëre këtu shkonte në plus infinit, këtu shkonte në minus infinit. Marim limitin kur x i shkon në plus minus infinit, e x përmbi 4x, merret grada më e lartë, këtu kemi x minus 3 mbi 4x, del 1/4, pra y baraz me 1/4 është asimptot horizontale. Kur x i baraz me 0 nuk ka kuptim, y baraz me 0, x i baraz me 3. Pra pika 3, 0, është pika ku pret boshtet. Tabela këtu është e bërë, nuk ka nevoj, këtu e kemi 1/4, edhe këtu 1/4. E ndërtojmë grafikun e këtij funksioni. Asimptotat i bëjmë me ngjyrë tjetër. Asimptot vertikale kemi boshtin e y-ve. Horizontale kemi y baraz me 1/4, apo e marr 1/4. Pika e prerjes me boshtet ishte x i baraz me 3. Atëre grafiku i këtij funksioni ishte nga asimptota 1/4, ky shkonte tek asimptota tjetër, rritës dhe i lugët. Rritës dhe i lugët. Pastaja ende afrohesh asimptotës tjetër duke kaluar nga treshi. Ky ushtrim ka dhe një kërkesë tjetër, të gjendet ekuacioni i tangentes për x baraz me 3. Për x baraz me 3, ne thamë që y është 0. Y primi ne na doli 12 përmbi 16 x në katror. Atëre po i zvendçoj unë x-in këtu, për x baraz me 3, 16 herë 9. Me 3 këtu del 4, këtu del 3, 4 me 16 në 4 del 1/12. Pra derivati këtu na doli 12 përmbi 16 x në katror, kishim të gatshëm, 12, 16, x-in katror e kemi 3, 9, 3, 4 me 4, 1/12. Atëre y minus fe as baraz me fe prime as x minus a. Atëre y minus 0 baraz me 1/12 x minus 3. Y del 1/12 x minus 1/4. Ky është ekuacioni i tangentes i këtij funksioni.